Gjykata e Tiranës ka vendosur të lërë në burg 2 vëllezër Shkëlqim dhe Fatmir Matraxhi, si dhe punonjësin e OSH-s Endrit Paja për akuzat lidhur me kultivimin masiv të kanabisit në një banese në Laknas. 2 vëllezërit, të cilët ishin kthyer nga Anglia, kishin përshtatur katin e dytë të shtëpisë për kultivimin e bimëve narkotike të kanabisit, duke instaluar pajisje të posaçme për të krijuar kushte optimale për rritjen e tyre. Policia ka sekuestruar një sasi të konsiderueshme bimësh kanabis, të gjetura në një fazë të avancuar të zhvillimit, si dhe një sasi droge të paketuar, gati për të shpërndarë në treg. 2 vëllezërit akuzohen për kultivim dhe shpërndarjen e narkotikëve, ndërsa Endrit Paja, punonjës i OSH-s, është arrestuar për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ka favorizuar aktivitetin kriminal duke mos evidentuar lidhjen e palishme të energjisë elektrike për shtëpinë e përdorur për kultivim. Ky rast ka të rënditur komunitetin duke vënë pa përfshirjen e individëve nga sektori publik në aktivitete kriminale dhe abuzimin me detyrën e besuar. Hetimet po vazhdojnë për të zbardhur më tej këtë aktivitet palishëm edhe për të identifikuar persona të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë rrjet palishëm.